Kryeministri Edi Rama ndau në zharrës të Fierit 500 legalizimesh nga 42.000 të dhëna për vitin 2013, që siç tha banorët i prisnin për 10 vitesh. Çka ka mbetur vetëm buke djath dhe pamundësi, por momenti kur kjo kthehet në pasuri patundshme të njohur ligjërisht, menjëherë familja mund ta përdor për të marrë kredi. Ne kemi hapur këtë vit fondin e garancive për fshatin dhe janë në dispozicion nga bankat kredi me interesa shumë të ulta. Përmes batutave, kryeministri vlerësoi procesin e legalizimeve të bërë nga qeveria që ai drejton, ndërsa tha se Rushdijes më parë vetëm i merrnin votat. Nga Rushdia. Shumë faleminderit. Hajde ta gëzosh edhe votën vazhdo atje votën. Atyre votën ne na kërkoj sap. Ata jo të majtët, po çdo kënd që s'pranonte të bëj ushtar i kazermës tyre e nxirrin jashtë nga puna. Ne nuk e bëjmë të gjë. Gjatë shpërndarjes së certifikatave të pronësisë, nuk kanë munguar shkëmbimet e batutave me banorët. Troni vetë, troni partia. Partia të Aman, kjo. Gremos, mbas kësaj ne nuk mund ta vazhdojmë më takimin. Për kreun e Aluizin Dartan Lame, procesi është zinxhiri mirë koordinimit mes institucioneve.